Kozak thot shqyr që u riktheve thot se s'kishim kë karin me pa, thot, krejt vari karin. Pyte pak këtë karin, thot, a është e vërtet që ke pirë ndonjëherë mall? A ke pirë ndonjëherë mall? Jo, s'kam pirë mall asnjëherë. Asnjëherë s'ke pirë, as lloj droge s'ke pirë ndonjëherë. Ja, kur. Pse? S'kam pi. Asnjëherë në jetate nuk e dal nga vetja me pi alkool në gjë kështu. Asnjëherë. Alkool ndoshta kam pirë një herë, por droga çka këtë baj jo, nuk kam pirë. Po marijuan? Një herë kam provuar. Një herë ke provuar. Ç'a të bëni apo vari karin? Le, tash pyetja ka përcy s'ke me... Po Kozak thot pyete pak këtë kokarin, a ke gacmuar ndonjëherë femra në rrugë duke ju nqitur nga mbrapa si një tip manjaku? Jo, kam ngacmuar nga vetura, e kupton. Gacmon, domethënë, një tip kështu që ngjitesh nga mbrapa e nuk. Më parë po, kur isha më i ri. Gacmoje. Po. Po çuna kaloni sa veta ke live? Kaloni ca ne. 150 i kam. Thoj ne dolin tash ne. Po 3000 veta i kam unë, mos ja shihni rrot. Thoj 1000 vet, bilen e të vinë kënej, hajde. Ikni anë më çuna të rinë bëjmë në emision i shifsha rrot. Ikni anë se s'kam nevojë për audiencë. Ja u thash herë, ç'kjo fytyrë është Kozakur i shifsha rrot. Hajde, 2 i bone edhe, hey. Edhe 3 kimi po, hajde. Edhe 3. Kozak thot mi mbrëma, dua të di, a është e vërtet që Sameti kur ka qenë i vogël, ka qenë një djalë shumë problematik dhe shumë shëmbullor në mësime. Domethënë ke qenë tip kari në rrugë, por në shkollë ke qenë shumë që mësoshe. Ja, jo, si nga menja po mësoshe. Nuk jam kom problematik. Jo, domethënë në shkollë ishe shumë i zgjuar, 10 absolut. Po pas kështu si më kom problematik, jo, as kështu si më kom. Nuk e qenë. Okej. Edhe edhe një. Si që thot njëri, o Kozak thot me rëp shvije, jam shumë kurios, thot, jam dru në mall në klapa, jam dru në mall, thot, pyte këtë djali, thot, a ke bo në herë lap në pjell? Kum bon, ma herët, ndo një herë. A ke bo herë këta? Po. Arrishe shumë, arrishe pak? Le, tash, s'ke pytja shumë e pak, më rëndësi, hajde. Pytja funit. Jo, kam dhe njërë. Po? O Kozak thot, thuj këti karit, parë zotin ku karin kishe humë, thot. Tysh? Me thash, o Kozak thot, thuj këti karit, ku karin kishe humë. A kupton, ka lidh karin me karin, a kupton qa ka bë? Tysh ku kishe humë? Thot, o Kozak thot, pyte karin, ku karin kishe ikë. A kupton, po pat keq, nuk është të ofenduar. Vedi, vallaj s'kam koment. Hajde lëshohe. Lëshohe, në quna pytje prapër. Hajde. Pytje prapë, quna, pytje prapë. Hajde. Si duke një intervistat e mija. Komentoni pak. Hajde për një galaksi, bile gjuma. Komentoni pak. Do rinja 2 muaj live, ja kam shi motra, do thyr rekord. Nuk dal mo nga live. Këtë bashk. Ju dhe TikTok. Hajde. Nuk dali. Do thoni i duen lek. Më plasikari, lek normal që më duen. Me këtë pun merrem. Merrem me gjona tjera. Shu që mos më rruni karin. Jo po kënjane, do rri live 24 orë, do i shirë atë 2 muaj. Do mjë dhe mërë. Hajdi kaloni dëknej, thujnë të kalojnë dëknej, në në të kaloni që nga 3 veta, ikni janë në bëllë. Unë si ta marri që të nuk Hajdi knej. Ja, më bala jam Kozaku, nuk jam legena rrugësh. Ec. Pënon këto. Hiqa të pjellë motrën që shajdi, edhe këta që në ndjekin mu ta shifshin motrën ty, edhe në njoni, futi blok ty në, jo mjot, blok. Nuk ka drejtaj me më pa mu në emision, pjedrëpsh, deli ashtë shifra motra në ndjekë është i emisionin tim, deli ashtë të shifra motra. Hajde, kejt, bano 500 vetë njerës, 500. Blokoj, moderator, jo mjut, blok, nuk kanë ftyrë këta me më pa mu, nuk kanë kapacitet, le të shovin këta tjere të. Shkojnë në për live-et digenerum, ane, jo këtu ka menet vetëm burra, legena s'ka këtu, kush e legen, dali ashtë, më rruj karin. Në quna, kret ka pak. Hajdi, ket ka pak, bano 500 vetë njerës. A keni lyp me kozin, me lu me kozokin, hajdi qëta shtet. Ka dhe i mesazhi bukur, Kozak thot pyte pak. Karin, në fond, nëse fita lujin tani. Okej, më falj. Hajde, o quna, vetëm like, pyte këtë karin. Hajdi, ket bashk. Pse më gjithë mesazhet pyte këtë karin? 10 pik. Pse më gjitha mesazhet pyte këtë karin e bu?
Pse më I shifsha motrën, pse? 10 lula, 10, hajde 10 lula. Thot çuna 10 lule, krejt bashk. 10, edhe në mund lula. Krejt lule, ja me nuk janë da, pyetje të forta ashtu. Valmer Busi, faleminderit, Valmer, hajde Valmer. Hajde, 6 lule, I shifsha motrën, as 6 lule nuk I. Edhe 8, hajde edhe 8 lula. Ja shur, vllai, mos ja shinera pyetje këtë pit moj. Mas ja shur. Jo me ofendu. Pyetje këtë karin është, a kupton, mrena normale, mos ja shinera muhabetin. Hajde. Se ma shumë djali rëpë që ofendoj njerëzit, mos I shini rëpë të bu. A I keni trut në vena jo. Po quna, edhe I lule rëpë. Edhe 7 lula. Edhe një mërja shifsha motrën. A I zhvet lula kokosh, shnash. Bravo. Hajde. Bravo rëpë, herdyshër. Jepja një goditje shtash, jepja një goditje tash si bokse. A ke kok challenge-in a? Challenge-in po herdysh më burgjynë e njoni më I shifsha rëpë. Hajde dikosh njerëz. Pyta pak këtë kokën e karit, thot njoni. O vaj, lejeni e burta në jemë si qini rëbë muhabeti. Hajde. Hajde, lesë është djali mirë sa meti, për zotin. Rëbë të unë kam shumë për zemër shtë djalin, e du fortër. O quna krejt bashk. Ketë bashk. Më shifsha motrën. O kozak, thëmë tit a ka bezdit, ma marit, ma në qëjt dhe në banjë. Karin pil. O quna, të redi, falimnerit o vlaj. Krejt bashk, herdysh. Shia motrën, gjynë e njani ma ne I gjobë. Hajde t'ja morën që t'loj njerëz. Krejt ka pak, karin pil, thët njani. Muhabet kari u bo vlaj. Syzet janë. Syze 24. O quna, pa I shifsha motrën pillë, po se morët I loje, furt I zogët. Ja fus një 2 pompa, vadhi kari. Ja fus një 2 viza, qa shi motrën. Pa I shoj pa durët, ja shire. Hajde, t'ja morëm njerëz që t'loja ju? E gogë. Njerëz, a ka mundësi? Kozak thët njani, thuj këti karë. O vlaj, qitë rëpë të buri, mesajë që që motrën të zeshëm. Po na shpifet dhe, po na qatë karin së rëzishëm. Po le më shku një mesajë të mamë, por jo pyte këtë karin, pyte karin. Ti the mirë pyte pidhin? Vazhdojmë? Hajde. Okej, Kozak thot qa bone, jam një gocë. Po? Punoj thot banakjere. Po? Jam shumë kurioze thot, ta kisha takuar njerë këtë djalin, nga afer. A mundet të më jepni një numër kontakti? Ja, s'mon. Pse? S'mon. Se më babloga të kërkon me ti uri. Po jo, s'jam I interesu në vedet. Në rëpë shpjes ka një gjë me pa I herë, burë, si qia rëpë, njerëz jenë. Po, s'ja, s'kisha mujtë. O Kozak të pyte pak këtë karin, a të ka thënë do një herë. Kozak, o burë mëse babajat. Ti karin që sa herë, së morën vesh shto. Më falë, të kërkoj ndjes. Jo më falë, që sa herë kari, o burë, Më falë. Te të bërë. Okej, Kozak thot pyte këtë tipin, thot, a është e vërtet, që je shumë tipi durushëm, po kur në zefesh, je shumë I keq. Po, e vërtet. E kam sërë zishër, po ti ti do t'jesh pak qilë, për tani je I famshëm, I shifë sharët, mos e me shtë gjë, më thuj ti mu kari. Mi më thuj ti mu kari, më smërzit. Jo, s'po thamën e. Po më thuj më qa ka me të thënë kari, a kupton ka kari, a kupton ka 2 lloj karash, ka kari për keq dhe kari për mirë. A kupton, ky kari, erdhi ky kari, me kuptim që ai keq, nuk është e shame, varet se si e shpreh. Për shembull ti thotë njëri, erdhi ky kari, në I piloti çmend që ecën plumb. Po jo se po e shan ai, nuk po e shan. Thjesht po I thotë që është kar. A kupton? Nuk ka e shan. A pëlqen lojena? Prit bëj pyetje tjetër. Po? Vazhdoj. Kozak thot pyete pak Sametin. Samet,
Në cilën mosh e ke menduar të martohesh? Në moshën 35 vjeç. Sa vjeç je ti vëlla? 32. Do të thënë për 3 vjet do martohesh. E ke kështu me mosh fikse apo? Po. Kozak thot, sinqerisht, bën shumë gabim, thot, që tallesh, po unë jam të tallë si qitër, kush po tallet, unë shaka jam të bë. Kozak thot, bën shumë gabim që tallesh me Sametin, se është shumë djalë i mirë, thot, e njoh personalisht, dhe shkoni shumë bashkë live. Okej, janë ide mirë, u kry. Do thanë, ka dhe mesazhe, o bish, ti kujton se janë kretë mesazhet me tul, ka dhe mesazhet mira, a kupton, pse stuti bravo për mesazhin tani.